Është përkujtuar dhe nderuar dita e 8 dhjetorit e vitit 90 nga grupimi i studentëve të atij viti. Në aktivitetin e organizuar me këtë rast nuk mungonin figura të rëndësishme të vendit, si dhe ish studentë të atyre viteve. Në këtë përkujtim është nderuar dhe vlerësuar edhe tribuni i lirisë Azem Hajdari. Padyshim që Azem Hajdari ishte njeri i madh, është njeri i madh për historinë tonë kombëtare dhe jam i sigurt që ashtu si për gjithë grupimin, ashtu sikurse për gjithë lëvizjen e dhjetorit, emri, zulma, vepra e Azem Hajdarit do të shojë gjithmonë më tepër një vlerësim më të madh. Ndërkohë, pjesëmarrësi i grupimit të dhjetorit, ish rektor i Universitetit Çabej, Roland Beko, duke kujtuar idealet e 22 viteve më parë për ta bërë Shqipërinë si Europa, kërkoi votimin e 3 ligjeve nga ana e politikës duke ju drejtuar veçanërisht Partisë Socialiste. Dhe veçanërisht Partisë Socialiste dhe kryetarit të saj Zoti Edi Rama, si bllokues të marrjes zyrtarisht të statusit të vendit kandidat, ftojmë të gjithë qytetarët shqiptar të bashkojnë shqetësimit ton duke firmosur këtë peticion.